Po kena problem me rrim, po na vjen rrima shumë shtrejt, dikon 300 euro. Po a ka pej sa kohë ndodh kjo? Ka ardhur kohë të fundit, a ka qenë vazhdimisht? Jo, valla ka qenë kjo vazhdimisht e pak më herët shumë, po na do të shkojmë nesër kismet komunën Lipjanit dhe bëjnë një ankesë se shumë të rrima, do me thonë për komunë Lipjanit jam njerë për njerë liber të gënizet, që shtojnë në qatë lagjën ku jam rruga Gjemal Gashi. Rruga? Rruga Gjemal Gashi. Gjemal Gashi, po. Zotri Uka, nëse folim për to, pra, ju shpenzimet i keni të njëjta, po vjen rryma ma shtrejt, nëse po e kuptoj drejt. Jo, na ka rryma të motë edhe ma edhe që shtu shumë shtrejt, po unë e kom qenë edhe disa herë, jam anku, po ata dhëtë më kështu tash me rru njësorin, edhe nesër të shkojtë të bëjnë një ankesë, me të vërtet shumë, dëmon, dikun në qatë lagjën, në jëmë dëmon, laj për kejtë, dëmon qatë lagjën, a më shumë, të marë, të tjere vjen 40 euro, 50 euro. Po. Në mujtë, a neve shumë kanë ardhë, une dinati një vlau tem ju kanë dezë dëmon njësori, edhe kena ta dikun para 12 natës, edhe e kësërën njësorin tem, ata thanë basa të tha aspeciat orën dëmon sa për momentin sa është ora, ta pas ka nuk kejta adin orën, e dëmon shumë problem i makja.